Unë se thash në atë aspekt, unë thash që ku bisedon ti me blerimin, kushtrimin në halinin me një grup ajo publik. S'mundet me honë që o grupim shef. E kemi edhe atë grupin e shef, ma të që tregoj atë politikës. E kemi atë grupin e shef politikës. Aty, Kosova aty, qa hlosu. Ata që jenë këtë grup... Qështë duhet mu qu me bogati me shku në punë. Ata që jenë këtë grup, mu po vjen keq se si ka dorë, si ka rrjedhë të mediat kë. Po t'jen keq, po t'i gazetari e t'zduhet me dalë keq. Mirë ka ndodhë, po vjen keq për grupit tyne, sepse dikush nga ta ka bo publik. Po thu nga ta e ka bo, e pse po cilë është interesi? Tani parastro pyte cilë është interesi. Hakera të reporteri nuk i ka shthinje në WhatsApp edhe në Viber. Sepse sa ma shumë që bëhet publika, është ma shumë mundet më zhvillu si Tipi një njeri si kujtimi, cili ka kur ajo me thonë, shikoj, jo, vesh mëna. Po ekzistojnë edhe instancat shtetërore që kanë mu marrë me që çështje. Po ka mu marrë momentin si t'ja vlen instancave tjera dhe se diskutojnë mrena grupit a e bjen, lene se s'ka kush në këtë farë punë, në shetë që du të mushterë çdo debat mrena subjektit politik, duhet subjektit politike, zoti dënoj. Në demokraci nuk përshkatohen më njerëz. Jo, s'është rënë përshkatohen. Ja, s'kështë rënë përshkatohen. Atë ka pak mos t'ja bëjmë me hile zotit Zeqiri se pastaj urdhëron Zeqiri. Ose s'po folje, këto, po vjen mirë që reporteri ka gjetë këto mesazhe. Po vjen keq përcaktohu Zeqiri. Po vjen keq për grupit LDK-s, se janë këtë grup Viberit, e që ju ka dalë këto mesazhe. Dikush për tyre. Jo, më bashkë mirë po vjen. Edhe mu po vjen mirë.